Sokol Kananaj, drejtori i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë së Vlorës, vetëm pak kohë më parë në krye të këtij institucioni, tashmë ka nisur për të sjellë një erë të re në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë së Vlorës. Si njeri me përvojë, por gjithashtu edhe një njohës mjaft i mirë i sektorit të tatimeve të Bashkisë së Vlorës, ku më parë ka qenë edhe specialist pranë kësaj strukture mjaft të rëndësishme vendore, Kananaj ka nisur kështu punën intensivisht me qëllim rritjen e performancës së kësaj drejtorie, por edhe mbledhjen e të ardhurave. Një erë e re tashmë po fry në drejtimin e Sokol Kananajt në tatimet e Bashkisë së Vlorës, ndërsa çdo ditë ai zhvillon takime me administratën për të raportuar mbi punën në terren, por edhe mbi plotësimin e detyrave. Pasi një performancë e mirë e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë së Vlorës do të thotë më shumë të ardhura edhe për bashkinë, të cilat më pas do të përkthehen në shërbime. Sokol Kananaj ka krijuar kështu një harmoni mjaft pozitive edhe me stafin, ndërsa ka kërkuar prej tyre zbatimin e ligjit. Edhe pse jemi në fushat zgjedhore, Kananaj kërkoi angazhim maksimal në kryen e detyrave për të gjithë punonjësit dhe specialistët e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë së Vlorës me qëllim mbledhjen e sa më shumë të ardhurave. Po ashtu Kananaj kërkoi korrektësi maksimale, si dhe një bashkëpunim mjaft pozitiv dhe të frytshëm mes inspektorëve të tatimeve të Bashkisë së Vlorës, por edhe biznesin, pasi ky i fundit duhet të cilësohet prej tyre si një partner mjaft i rëndësishëm.